Mirë mbroma. Mirë mbroma. Mirë se erdhe dashur. Shumë kënaqësi me të prit. Faleminderit për kohën. Hajde të lutem. Tratuemi, ky është vendi për ju. Faleminderit. Në Finlanda ka kështu të lodhi, trafik. Patjetër. Patjetër që ka. Se koqa shi, ngarkesë në trafik. E vërtet. Po kërkoj falje. Jo, jemi tamam në kohë, kështu që pa merak, të faleminderit që erdhe. Unë thoja edhe pak shikuesve, kisha dëshirë që ta sqaronim pak me ta, them pra 2-3 fjalë për historinë tuaj. Me që kemi nisur tash vitin, ju e keni nisë punën, apo në pushim edhe për pak? Kemi fillu. Kemi fillu? Okej, bukur shumë. Viti i ri, si shkoj? Mirë shkoj. Kryesisht në gjirin familjar, pastaj me punë jemi të fokusuar. Kam pa një postim tuajnë që në fakt në fund vetë, cili prej nesh bëj një lloj reflektimi, një rikapitulimi të vitit dhe synojmë gjithmonë që të përmirësohemi aty ku kemi nevojë për vitin që po na pret. Dhe shkrimi juaj për veten dhe njerëz të tu të afërt ishte edhe diçka më tepër. Ishte për ato familje që sidomos në raste të tilla apo në festa të tilla, s'po them të gjithë, po disa edhe i harrojnë. Po flas për familjet skamnore, për të cilat ti u kujtove dhe e ke mendjen shpesh pse ç'a ishte ai zëri i brendshëm që të bërit mendosh në ditë festash për ta. Më preokupon shumë. Konsideroj që jam pak ka shumë shpirt human, edhe veçanërisht në ditë festave, në ditë caktume, ndihem ose prekem fort. Për gjithë ata që nuk e gëzojnë fatin t'i kenë të afërmit pranë, mandej ka dhe kafshtjen që më dhimen ekstrem shumë, veçanërisht në Kosovë konsideroj që vujnë më të madhe, dhe shpresoj që një të ardhme edhe këtu në Kosovën tonë të dashur, ta keni jetë pak më të mirë. Mundë me kalu të emocionit shpejt, sidomos kur flasëm për fëmijë, pleqe dhe kafsh, kështu që përpiqem, mundohem që ta shpreh mendimin tim në opinion, që të avancohemi ma tepër në mirëqenjen e këtyre që i përmenda, pra pleqë. E sheh në shoqërinë tonë, mes nesh këtu në Kosovë, që ky shpirti human është duke u rritur, apo e sheh si të zbehur? Mendoj që duhet ta diskutojmë sa ma shumë këtë mirëqenjen e pleqëve, të rive, të rejave edhe të kafshve. Mendoj që jemi ma mrapa shumë se në do vend ku kam qenë, veçanërisht në Finland ku kam jetu. Kështu që duhet me patjetër, përpiqem sa ma shpesh të bëj postime, më kanë ndodhur që gjatë rrugës Mitrovic, me qenë se vi nga Mitrovica, edhe kam nalë veturën. Për të shkruajt, jo, po mendoj ta tregoj rast konkret. Kam tërheq, do me thonë, trupat, organet e qenit kafshëve, edhe fatmirësisht në Kosovë gjenden gjithë persona që janë vullnetar për me ndihmu, edhe mu kam bashkan gjithë në këtë frymë. Kështu që po, përpiqem me bo postime sa ma shpejt që është shumë e rëndësishme, sepse mund t'jetë dikush që i lexon edhe, si me thonë, nxitet edhe thjesht i zgjon atë ndërgjegjen e brendshme, sepse unë kam përshtypjen, kështu dua të paktën besoj që secili njeri e ka atë anën njerëzore nga brenda dhe është thjesht nga njëherë duhet dikush veç që ta ndezë dhe ta vëj në funksion. Me shma përmende Finlandën, të të pyes pak se edhe shikuesve u thash që jetuar për vite atje edhe ke arritur të integrohesh në një vend si Finlanda e besa të arrish edhe shkollimin edhe një punë shumë stabile, po themi, në çfarë rrethana ke shku edhe ke qenë me familjen? Vetëm? Në vitin 1992 kam emigru me gjithë familjen komplet në Finland. Mandej atje për një kohë shumë shkurt kam arrit mu integru dhe kam fillu, do me thonë, me një punë që për mu ka qenë krejt e panjohshme, si deg. Po flasëm për profesionin që e kisha atëherë, mandej kam vendos me studiu për higienë dentare, mirë po në fillimisht kam punu në elektro. Në elektro? Ka qenë komplet, do me thonë gjitha firmat, markat e shtetit finlandez, të televizionjeve, telefonave, në fillimisht, do me thonë unë kam qenë pjesë e ati stafit ku kemi punu. Mandej pas një periudhe kohore, do me thonë të
punës në elektro, kam vazhdu me studimet e higjienës dentare se dental hygienist. Që në Finland është profesion, mos them ndër më të kërkuar në fushën e shëndetësisë. Më të kërkuarit, më të kërkuar edhe nga ata të respektuarit në shoqëri për shkak të profesionit. Ke qenë në periudhë të adoleshencës, pra kur ke shku në Finland, sa ta ka bërë më të, ndoshta jo edhe më të vështirë, se kur je në adoleshencë, shumë më lehtë i pranon disa gjëra, disa ndryshime, për dalim prej atyre kur janë më të pjekur një vende dhe vështirë se e pranojnë atë fakt. Si ambientu, flas në aspektin shoqëror të kulturës? Nuk ka qenë lehtë, mirë, po mendoj që pavarësisht distancës të madhe, Finlanda me Kosovë ka një distancë bukur të madhe, megjithatë jemi integru, në fakt jam integru personalisht më shpejt se sa kisha menduar se kam Çka ta bëri më të lehtë që të integruhesh? Ja, ishin njerëzit të pritë mirë? Mendoj që inspirimi, qëllimi im që të integrohem sa më shpejt në shoqëni ku kisha vendos me familje, me jetu, kështu që për një kohë shumë shkurt arrita me mësu gjuhën, mos them për brenda një viti e kapa në nivel shumë të avancum edhe u punësova. Të përgëzoj, për gjuhën, mu personalisht, është një nga gjuhët që më tinglon më zvështiri, kam disa familjarë atje dhe kur i dëgjoj, më tinglon shumë më vështirë. Si mbas disa hullumtime, gjuha finlandeze është një prej gjuhëve më të vështira të botës, kështu që prandaj po thashë. As ke ty rekord brenda vitit nëse ke arrit mirë edhe në pjesën folse edhe të shkrimit. Madje prej bankave të shkollës së klasës, drejt kam bo marrëveshje edhe jam punësu për elektro, që është tash ma herët ka qenë komplet dege re ose lande re për mu. Megjithatë, në brenda 2 javë ditëve, prap kam arrit me korë një sukses që kam kalu me një staf që ata kanë qenë me vite ato në atë profesion. Mirë po, jem të regu e shkaf në aspektin e komponenteve edhe i kom su shumë shpejt, i kom kap shpejt edhe kom depërtu. Mendon që është çështje fati kjo? Po mendoj, a është edhe çështje fati ta themi se apo ka të bëj, ja lën 100% kësaj shkatësisë edhe dëshirës tënde fort të madhe për të avancuar. Mendoj që çdo gjë është e shkruar me ndodh, mirë po fatin e bojmë edhe ashtu qysh e lypëm pak a shumë ose si rrimë vati, kështu që sepse e ke dëgjuar këtë shprehjen shumë mirë shkoj, veç të kisha pas edhe pak fat. është çështje shumë e thellë, është edhe këndvështrimesh varet se si. Varet çush e konsideron personi. Unë mendoj që çdo se ndodh për një arsye, kështu që kam shku me arsyen mu integru në Finland, kështu i kam dhonë, që më thonë, potencial, mundësi vetës edhe jam zhvillu. Kam hecë për para. Nuk duhet të flasë ose ta bëj këtë pyetjen direkte çka ishte ndryshe, se në Kosovën në 92-ës, kur e keni lënë të shkosh në Finland, domethënë pa krahasimisht gjithçka ka qenë ndryshe, nga kultura, nga infrastruktura, një nga shtetet me rregullin më të fortë në botë. Po çka nuk të pëlqente? Që sa ambientohesh e hiç? Një pjesë e imja si duket gjithmonë kam jetë në Kosovë, mrapa. Dhe jam përpiq në mënyrat mia me aktivitete të ndryshme, me qenë aktive, duke qenë afër atdhejt, por njëkohësisht duke jetu në Finland. Kështu që një pjesë e jetës time ja kam kushtu komunitetit shqiptar atje, kam qenë edhe kryetare e shoqatës për 4 vite me radhë, mandej edhe disa vite pas një pauze të shkurt në shoqatë, kam qenë aktive në mënyra tjera. Përveç kësaj jam mundu me qenë afër atdhejt edhe me shkrime, me poezi, e gëzoj edhe jam poete e një librit me poezi Diell në zemrën time, kështu që këto kanë qenë disa elemente me të cilat tonë njëm përpiq me nejtë dhe me konë afër atdhejt, pavarësisht distancës. Pavarësisht distancës, ta kanë ushqyer. Dalimet të mëdha që është tha edhe vetë, në Finland gëzojmë një kulturë pak më ndryshe, mirë po, mendoj që sido që tjetë njeri është ai fakti ose elementi këtë që mundet me ndryshu senet apo gjonat për të mirë. Edhe krejt në varet, do me thonë, prej vullnetit tonë të mbrendshëm. Kush ka qenë një nga fazat më të vështira gjatë jetesës atje? Ndoshta moti është pak sa depresiv, që unë e konsideroj që ndikon edhe në aspektin emocional, fizik e psiqik, edhe kjo, si duket kjo pjesë nga Kosova më ka mungu gjithë, sepse në Kosovë është një lloj energjie tjetër, një dinamik tjetër e jetës, edhe na bën çdo herë, pavarësisht luksit e
jetës, sigurisë, tjera elementeve tjetës që i kemi në nivel, me gjithatë Kosova gjithmonë është shumë dipër, shumë thella që e ofrënive. E kuptueshme. Po si ja bënit me gjumin, gjithë e kam këtë kureshtjen, ishte problem pjesa e gjumit apo ambientueshëm? Me gjumin ambientohemi, madje janë disa sezonat gjatë vitit që na shkaktojnë, mos them probleme, me qenë se ti si banor mësohesh, mirë po në fillim për gjithë është paksa e vështirë, është një periudhë kur pjesa dërmuese e kohës, e ditës, është ditë. Mandej pjesa tjetër është, po thuj se 2-3 orë është ditë, për ndryshe është ertë ose natë, terë. Kështu që kur shkon mëngjes në punë, në 7 vetëm në orë punës, ke arrit me shku në punë në terë. Në 3-4 mbaron orarin, nëse nuk vazhdo në orarin tjetër pas ditës, kështu që në terë shkon në terë kthehesh. Edhe me gjithatë, Finlanda i ka të mirat e veta, mirë po mësohesh, mirë po në fillim normal që është pak e vështirë. Falem për shumë të mira dhe në fakt po e themi, edhe ju keni pas eksperiencën pozitive, pra ju kanë shku gjana advice, keni luftu dhe punu për to, po gjithmonë themi të ajo që është një nga shtetet që ofron një siguri dhe mundësi për secilin, e sidomos edhe për të huajt, jo veç për finlandezët. Hrit këto të mira pas 32 vitesh, nuk pate, dhe me thënë, ishte pa mundën që të rije larë Kosovës, a? Mendoj që mundur është do herë, edhe Finlanda do tjetë gjithmonë, do me thonë, pjesë e rëndësishme, pjesë e ofert, mundëm me qujtë, ndoshta me fjallë tjera, një atë dhe i dytë, falë Finlandës dhe sistemit sajna, unë sot jam kjo që jam, edhe gëzoj shumë knatësi kur e përmendi qoftë emnin Finlandë, sepse neve si komunitet shqiptar dhe jo vetëm, po pavarësisht nacionaliteteve ju ka ofruar shumë mundësi rreth integrimit, madje në 92-ën kur kemi shku, nuk kemi qenë shumë shqiptar, mirë po krejt që ka kemi qenë dikon 2000 ca, na kanë ofruar leqëndrim për gjithë shumë, që në atë kohë ka qenë thëmë prap fat, ose sukses shumë i madh për neve, një qëtësi për një mirëqenje, do me thonë stabile, pa presionin, pa probleme psiqike ose emocionale që ka do të bëhet me neve në të ardhmen, kështu që kjo dhe ka qenë një plus shumë i madh, që na vetëm kemi fillu, do me thonë që në start me hecë për parë dhe mu integru, sa ma mirë që kemi gjetë vetën ose jemi mundu për me u zhvilluat. Si ishte kthimi? Kthimi duhet ndalëm të profesioni. Mendoj që e gëzojnë një prapë, po them falë Finlandës dhe edukimit lartë atje. Si që dim, Finlanda është një shtet shumë i zhvillum. Ideja ime ka qenë të vinë Kosovë duke di që higjiena dentare fatkeqësisht ende nuk njihet në nivelin, të paktën nivelin e duhur. Edhe mendoja se bëja plan që të vinë Kosovë dhe ta promovoj sa më tepër këtë degë. Dhe duke vendosur me u kthy mandej pas nostrifikimit të diplomës, arrita, do me thonë zgjati 4 muaj, procesi që është shumë normal, gjithkohë bëhet zgjat dikun 3-4 muaj, çështja e nostrifikimit. Pas Ministrisë të Arsimit, mandej u drejtova në Ministrinë e Shëndetësisë, ku edhe këtu do me thonë hazat e problemi, me qenë se si degë e re, higjiena dentare nuk ish hala e futne në sistemin e shëndetësisë. Dhe kjo zgjati si proces 8 muaj ditë. Dhe fillimisht nuk e kisha fort të informu me këtë pjesë, pse po pres, apo për çka po pres. Pas 14 viteve eksperiencë në fushën e shëndetësisë ose stomatologjisë, unë prita në Kosovë 12 muaj, 8-4-12. Po thua që ishte për tej... Mendoj që ka qenë, prap jam shumë e lumtur për arritjen që kom arrit me realizu, sepse është e para herë që do me thonë Kosovë është fut higjiena dentare në si degeri. Kështu që përveç kësajna, mandej vijova dhe 6 muaj ditë praktik, dhe mandej pas kësaj procesit, kogja mos them shumë me modesti, për them po shumë i lodhshëm, duke qenë se kisha eksperiencë shumë vjeqare për mi, 1 dekadë në Finlandë, mirë po në readhesim, ngecja gjithmonë në problematika administrative që kishko... Atë kanë shty këto problematika që ta shkruar se kanë pa në rrjetet sociale, më lehtë u integrova në një vend të huaj se
në atë bëjon tim. Dhe me thonë nga ona profesionale, falem, ka qenë shumë e vështirë. Do me thonë duke mëse ditë ku unë duh në morjen tu. Ka pas ditë që ndështë mrena një dite, jëm shku në disa qendra mjekësore familjare të stomatologjisë, dikush të të shko andej, tjetërit të të shko këndej edhe të mbitës një farë mënyre si një top i parjen tumë, të mëse ditë. Pra s'ke ku orientuar, s'ka kushtu informajnë. Pra po them, jam shumë krenare për këtë pjesë, pavarësisht peripetive që i kom hazë, ose vështërsive, mendoj që kam arrit me bo një punë shumë të madhe, jo vetëm për mu si individ, si fikrije, po për shpresoj në të ardhmen për Kosovën edhe për gjithë të rritë që kanë zgjedhë degën e higjienës dentare, sepse është një profesion shumë i rëndësishëm. Mos them, do me thonë, është kyç element për shëndetin, asnjëherë nuk flasim vetëm për shëndetin e gojës, po sipas hulumtimeve, përmes gojës, do me thonë, është krejt shëndetin pyetje, madje konsiderohet që goja është portë e zemrës, apo shëndetit të zemrës. Kështu që kemi të bëjmë me duhet një ekspertizë të ndën shumë vjeçare, cila është më se e nevojshme në Kosovë, andaj unë edhe për këtë jam shumë e lumtur që do të kesh mundësinë që eksperiencën tënde ta ndash edhe me brezat e rinj edhe të kenë mundësi që të kenë afër. Të lutem. Si reagoi familja kur ti the, e di çka, po e lu Finlandën, po kthehem në Kosovë, dua të kthehem aty të kontribuoj edhe të vazhdoj pjesën tjetër të jetës. Unë mendoj që jam në fillim të misionit tim në Kosovë, gjatë të riadësimit, po edhe qëllimeve të mia ku i kam për këtë degë, kështu që nuk ka ndodhur kjo shumë shpejt, po mendoj ka vite që është për typ. Në fakt jam e sinqert prej që startit të studimeve, unë erdha në Kosovë, vizitova Kosovën, u përpoqa me pa gjendjen e shëndetit oral në Kosovë. Mandej duke pa që nuk mujta me dëpërtu ashtu si mendova, si studente vijum shtetin e Bullgarisë, ishim 3 studente, ku edhe u interesun shumë me dia për neve, pse pikrisht Bullgaria edhe pse pikrisht studentet e Finlandës kanë zgjedhë me ardhë në Bullgari. Mirë po, këtu rreth kësaj na ish ajo kolegja ime me cilën studiojshëm bashkë, edhe vendosëm në Bullgari të përzgjedhëm si vend që është në zhvillim e sipër, edhe të shohëm, do me thonë, gjendjen atje. Mendoj që pas studimeve, prapa ajo kurreshtja ime mbrëmshme nuk më kalon të qetë, po kam hulumtu, kam formu një grup punus, duke u marrë në kontakt, do me thonë, profesorishën time që kom pas gjatë studimeve, në Universitetin Metropolia, faleminderit Metropolis, edhe kemi bo një grup punus që të fokusohem edhe të bashkëmunoj me Universitetit e Kosovës. Dhe mirë filloj, një vit e gjysmë na ka shku rreth këtij projekti. Në grup e kemi pas edhe një docent që ka qenë edhe një prej themeluesve të parë të higjienës dentare në vitet e 1976, kur ka ndalë edhe higjienist e parë në Finland. Kështu që kjo është gradualisht, është për ty, po është mendu, jo po kthehem, jo s'po kthehem, a mund dhe mund të ka qenë një proces më vete, që se cila e ka marrë kohën e vetë, andaj edhe nuk ka qenë bombë kështu lajmë për këtë dërë. Kështu që prej familjarët kanë qenë pregaditur, që unë kam vendosë një farë mënyre me provu, se nuk e di mas njëherë të sakt, a mundemi me gjetë vetën, normal që edhe pjesa e jetës, gjendja ekonomike, lunë rralë shumë të madhe, mirë po mora edhe një guxim tjetër dhe hapa një klinikë timen, do me thonë në qershor 2023 kam vendosë më kësy, kështu që tash po bohen 2 vite gjysë që jam standard në Kosovë, normal, natyrisht, do herë ndërkohë të tojmë Finlandë, Kosovë, mirë po ato janë pushimet shkurta, një javë, 2, maksimalisht 3 edhe prapë. Bukur. A se vë në dyshim që mund të kesh në përmend atë frazën pse u ktheva ndonjëherë? Se besoj këtë, nuk e vë... Mendoj që është shumë normal. Nuk e vë në dyshim. Mendoj që është normal. Bukur shumë, se jam nga fundi dhe përpos gjërave të sistemit shëndetësor e përkatësisht të fushës në cilën ti ke qenë më interesuar për atë të higjienës dentare. Qa ka diçka në Kosovë, në shoqërinë tonë, më saktësisht, që do doje shumë të ndryshoje, si formë funksionimi, si mënyrë e të menduarit, si mënyrë e të funksionuarit.
Çka mendon që është, si me thonë, shumë emergjente për si shoqëri ta ndryshojmë? Mendoj se gjithçka është e lidhur me psikologjinë. Kur një popull është mirëqenia në rregull, atëherë edhe ti ki mundime patjetër dhe qatë energji pozitive e reflekton edhe të tjerët. Unë e vrej shpesh që mas tepër me më pengon të populli ajo një dozë, nëse mund të quj kacafytje me zveti, një lloj mos sa murrejtje se spedu si term, përqarje, për çështje që ndoshta janë shumë të bardha dhe duhet i shumë të bardha. Pavarësisht kësaj na janë disa rryma, disa përpjekje që atë ngjyrën e bardhë që duhet jetë e bardhë dhe duket e bardhë, përpiqen me bo mu dokt një ngjyrë bezhës dhe ku ta di unë nxezë, se mos të egzageroj këtë pjesë, po mendoj që pozitiviteti, optimizmi mundet me shku një kohje pak ma pozitive, pak ma të mirë. Le ta urojmë këtë, sidomos në këtë periudhë të fillimit të vitit, që të na shkoj sa më mirë në të gjitha aspektet. Të faleminderit shumë që erdhe sot, kënaqësi të flisnim pak për rrugtimin tënd, edhe profesional, por edhe atë personal. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi, faleminderit edhe një. Shumë suksese tutje. Dashur shikues, po shkëputemi pak për marketing.